Prurjet në letërsinë shqipe për fëmijë gjatë viteve të fundit kanë njohur rritje si nga autorët vendas, ashtu edhe nga përkthimet e letërsisë botërore. Megjithatë, sipas shkrimtarit të njohur për fëmijë Xhait Bushati, kjo gjini vazhdon të vuajë një mungesë të theksuar të kritikës letrare, element kyç për vlerësimin dhe orientimin e krijimtarisë cilësore. I gjithë ky fluks interesant dhe shumë tipologjik me tema edhe zhanre të ndryshme brenda kësaj letërsie është e pastudiuar nga kritika letrare. Realisht, ne nuk kemi kritikë letrare. Duke ju referuar edhe mos përfshirjes së letërsisë për fëmijë në edicionin e fundit të çmimeve kombëtare të letërsisë, shkrimtari Bushati thekson se vrehet një mungesë vlerësimi edhe vëmendje institucionale ndaj kësaj fushe të rëndësishme të kulturës. Në shumë panajire dhe në këto çmimet kombëtare, her pas here letërsia shqipe për fëmijë përjashtohet. Edhe ky është motivacioni, nuk ka prurje. Një kohë, në panajirin e fundit ka pasur libra shumë interesant dhe këto fare mirë do të ishin të pranishëm dhe në konkurim. Një tjetër sfidë serioze me të cilën përballet sot letërsia për fëmijë lidhet me përdorimin gjithnjë dhe më të gjerë të teknologjisë, e cila po largon vëmendjen e fëmijëve nga libri. Sipas shkrimtarit Bushati, kultivimi i dëshirës për lexim mbetet një proces i domosdoshëm dhe afatgjat dhe rolin kryesor në këtë drejtim e kanë familja, shkolla dhe mjedisi shoqëror.